shikojmë sot rini e cila nuk ka më modele të duhura, mirë po edhe po ta trajtosh në formë psikologjike, shumë psikolog, madje në studime sociologjike, gjithashtu shumë sociolog, shumë mësues, njerëz me përvojë, njerëz me eksperiencë, njerëz me dituri, edhe ata vetë janë të luhatur se cili është modeli i vërtet, sepse realisht shumica e njerëzve sot ndjekin dy lloje modelesh. Modeli imitimit, sepse ata nuk kanë mundësi vetë të jenë dikushi dhe për rrjedhoj do jetojnë jetën e dikujt tjetër. Do përngjasohen. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka treguar që kush përngjasohet me jo muslimanët, ai nuk është prej nesh, pra ai nuk ka identitet. Dhe në momentin që ti nuk ruan dot identitetin tënd, do thotë që ke marrë modelin e gabuar. Pra ti në vetvete nuk bëhesh dot një model, por rrjedhoj ndjek modelin e dikujt tjetër. Jo, nuk je dikushi në jetë. Okay. Nuk është çështje modeli. Pra nuk je dikush në jetë, mund të jesh i falimentuar, mund të jesh i dështuar, ose ndoshta nuk din të ndërtosh raportet, nuk din të ndërtosh sistemin e jetës, nuk e planifikuar siç duhet, nuk ke projekte të gjalla, nuk ke projekte të sakta, nuk ke vizion, detyrimisht ti do jetosh një jetë tjetër. Ti nuk tërhiqesh sepse trendi është që duhet shfaqesh. Dhe kur shfaqesh i bën që do imitosh dikë tjetër. Përndryshe ti nuk je vetvetja. Kjo është domethënë ajo trendi që është përhapur më shumë. Por kemi edhe një lloj tjetër të qenit model. Shumë prej të rinjve sot marrin model duke e kthyer çështën tek suksesi. Pra, unë do të bëhem si përmarrës si filani që pati sukses në jetën e tij. Dhe në fund fare pa dashje nuk e kuptoi që e kthei çështën tek interesi. Një tjetër thotë, unë do të bëhem njëri i famshëm, sikur ai, sepse është një artist shumë i mirë. Dikush tjetër lidh me sportin. Modeli im është filani prej sportistëve më të mirë, prej futbollistëve më të mirë, e kështu me radhë. Dhe gjithmonë e lidhin çështjen me suksesin. Kjo është gjysma të keqes, nuk është si kategoria e parë. Është më pak e rrezikshme. Kategoria e parë është krejtësisht e rrezikshme. Nuk janë askushi dhe do të bëhen me fjalë do të shfaqen duke imituar të tjerët. Ai asnjëherë nuk është vetvetja. Është gjithmonë i humbur dhe modeli i tij është gjithmonë i gabuar. Shumë e qartë. Kurse, për sa i përket njerëzve, të cilët kanë modele, kanë arritur diçka dhe e lidhin gjithmonë me suksesin e tyre, do thot dikush, po ku është problemi këtu? Problemi është se modeli i vërtet është modeli i vlerave. Jo vetëm i suksesit dhe jo i suksesit në jetë. Suksesi në jetë është në aspektin e vizionit se si mund ta ndërtoj jetën. Por në aspektin e vlerave, nëse ai është kundër vlerave, atëherë ai nuk është modeli im. Sa do i suksesi le të jetë. Ndoshta mund të përfitojë prej tij. Mekanizmat që kanë ndjekur, teknikën që kanë ndjekur, që të kem dhe unë sukses në sipërmarrjen time. Të kem dhe unë sukses në punët e mia, në aspektin e jetës se si mund të ndërtohet, por nuk mund të them që ai është modeli im mirëfill, sepse modeli i vërtet është modeli i virtyteve, është modeli i vlerave. Një person i cili është i suksesshëm në pasurinë e tij nuk mund të jetë modeli im, sepse ndoshta ai ka kaluar ose ka shkuar në sukses gjithmonë duke abuzuar. Atëherë nuk kemi më vlera. Pra nuk duhet shikojmë atë që shfaqet, por duhet shikojmë rrugën se si ka shkuar deri aty. Nëse një i pasur shumë i madh ka shkuar aty me abuzime, me mashtrime, me antivlera, ai nuk është më, domethënë, nuk është më modeli im. Pra ne do të kuptojmë fillimisht, me që jemi në hyrje të këtij emisioni, zoti shpërbleth për pyetjen, sepse fillimisht do të kuptojmë ku jemi. Po një analizë kështu e përgjithshme ta quash, pa kaluar në detaje. Njerëzit janë tre llojesh. Njerëzit të cilët kërkojnë modelin e vërtet që përkon me vlerat, disa e lidhin vetëm me model suksesi, duke mos pasur lidhje fare me vlerat, nuk interesojnë vlerat, dhe njerëz të cilët imitojnë dhe modeli i tyre lidhet gjithmonë me përngjasimin. Nuk janë vetvetja dhe duan të imitojnë dikë. Nga të treja këto, më i suksesshmi është personi i cili ka model dikë që lidhet me vlerat. Përndryshe, nëse njeriu është pa vlera, nuk na intereson më se është sportisti më i mirë, është artisti më i mirë, është i pasuri më i madh, është pushtetari më i fortë, është ministri më i suksesshëm, kur ai ka shkuar deri aty, gjithmonë me abuzime dhe në qaf apo në kurrizë të njerëzve të tjerë që do të thotë nuk mund të jetë model sepse ai nuk ka ruajtur vlerat.